Ndër zhvillimet kryesore ju ftoj të ndiqni, qeveria do të ulë me 20% akcizën e karburanteve, çka përkthehet në një ulje me të paktën 8 lekë për litër në shqitjen me pakicë. Investimet në energjinë e rinovueshme dhe eficiencë mund të krijojnë deri në 12.000 vende pune në kohë të plotë deri në vitin 2030. Besimtarët musliman festuan Fitr Bajramin, ndërsa mesazhi dhe lutjet shkuan për popujt në lindjen e mesme që po përballen me luftë. Viti 2026 do të jetë viti i fundjavave të gjata pasi transferimi i festave që bien të shtunë ose të diel do të dhurojë të paktën 8 të hëna pushim shtesë. Zonja dhe zotërinj, ju përshëndes, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ për t'ju njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Qeveria do të ulë me 20% akcizën e karburanteve, çka përkthehet në një ulje me të paktën 8 lekë për litër në shitjen me pakicë, ndërkohë parashikohen edhe marzhe të reja, fitimi për tregtarët, si edhe ringritja e bordit të transparencës për të monitoruar çmimet dhe abuzimet që mund të ndodhin në treg. Qeveria do të ndërhyjë në tregun e karburanteve duke marrë masa për të mos lejuar rritjen jo normale të çmimeve të naftës dhe benzinës. Konkretisht, akciza mbi naftën do të ulet me 20%. Aktualisht akciza aplikohet në 40 lekë për çdo litër karburant, çka do të thotë se do ulet me 8 lekë duke shkuar në 32 lekë për litër. Kjo është ndërhyrja e parë që do të reflektohet direkt në uljen e çmimeve të naftës dhe benzinës në treg me të paktën 8 lekë për litër. Nga ana tjetër, qeveria ka vendosur sërish në funksion bordin e transparencës, i cili u krijua për herë të parë në vitin 2022 për të monitoruar çmimet dhe abuzimet që mund të ndodhnin në tregun e karburanteve gjatë konfliktit Rusi-Ukrainë. Nga ana tjetër janë vendosur edhe marzhe fitimi për pikat e karburanteve që shesin me shumicë dhe pakicë. Konkretisht, 3 lekë për litër do të jetë marzhi i fitimit për pikat e shumicës dhe 12 lekë për litër për pikat e pakicës. Bordi i transparencës do të ketë në tagër të vendosë çmimet tavan, duke marrë në referencë tregjet ndërkombëtare dhe për operatorët që do të abuzojnë dhe do të kryejnë shkelje, paralajmërohet ndëshkim dhe masa administrative deri në pezullim licence. Këto masa merren pas rritjes së çmimit të karburanteve në treg si pasojë e luftës në lindjen e mesme. Më herët është ngritur dhe një task force e përbashkët midis Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Drejtorisë së Doganave, e cila po ushtron kontrollin në të gjithë territorin e vendit për të mos lejuar abuzime me çmimet në dëm të konsumatorëve, si dhe për të formalizuar sektorin. Departamenti Amerikan i Thesarit ka zgjatur heqjen e sanksioneve për kompaninë serbe NIS në pronësi ruse deri më 17 prill. Ndërkohë, Serbia zgjati ndalimin e eksporteve të karburanteve deri më 2 prill për të mbrojtur tregun e saj nga mungesa dhe rritja e çmimeve. Departamenti Amerikan i Thesarit ka zgjatur heqjen e sanksioneve për kompaninë serbe NIS në pronësi ruse deri më 17 prill, duke i dhënë vendit ballkanik më shumë kohë për të importuar naftë bruto mes luftës në Gjirin Persik, tha të premten ministri i energjisë së Serbisë. NIS operon rafinerinë e vetme të naftës në Serbi në qytetin e Pančevës pranë Beogradit dhe është furnizuesi dhe shitësi me pakicë karburanteve më i madh në vend. Serbia të njëjtën zgjati ndalimin e eksporteve të naftës bruto dhe produkteve të karburantit deri më 2 prill për të mbrojtur tregun e saj nga mungesa dhe rritja e çmimeve që rrjedhin nga lufta kundër Iranit. Pezullimi vlen për eksportin e naftës, benzinës dhe naftën bruto me të gjitha mënyrat e transportit. Kazakistani ishte furnizuesi më i madh i naftës bruto të Serbisë vitin e kaluar, duke përbërë gati 60% të importeve, i ndjekur nga Nigeria dhe Guajana. E gjithë nafta bruto importuar mbërrin me anë të cisternave në ishullin kroat Krk dhe më pas transportohet përmes tubacionit Janaf. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se do të njoftojë më shumë masa për kursimin e karburantit dhe energjisë pasi të takohet me Këshillin e Sigurisë Kombëtare të vendit. Në dhjetor, zyra e kontrollit të aseteve të huaja thesarit të Shteteve të Bashkuara i dha NIS afat deri më 24 mars për të negociuar shitjen e aksioneve të nga firmat ruse Gazprom dhe Gazprom Neft, përkatësisht në 44.9 dhe 11.3%. Më 19 janar, Molja Hungarisë tha se kishte nënshkruar një marrëveshje detyruese me kompanitë ruse për të blerë aksionet e tyre në NIS dhe ADNOC e Emirateve të Bashkuara Arabe do të ishte një aksionar pakice. Qeveria serbe ka 29.9% të aksioneve në NIS, ndërsa pjesa tjetër u përket aksionarëve të vegjël dhe punonjësve.
Çmimet e naftës ranë të premte, ndërsa vendet kryesore evropiane dhe Japonia ofruan të bashkohen në përpjekjet për të siguruar kalim të sigurt për anijet përmes ngushticës së Hormuzit. Sekretari i Thesarit tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të heqin së shpejti sanksionet ndaj naftës iraniane të bllokuar në anijet cisterna. Çmimet e naftës ranë të premte, ndërsa vendet kryesore evropiane dhe Japonia ofruan të bashkohen në përpjekjet për të siguruar kalim të sigurt për anijet përmes ngushticës së Hormuzit, ndërsa SBA përcaktuan masa për të rritur furnizimin me naftë. Duke kërkuar të frenojë çmimet në rritje të naftës, sekretari i Thesarit Scott Bessent tha se SBA mund të heqin së shpejti sanksionet ndaj naftës iraniane të bllokuar në anijet cisterna dhe se një lëshim i mëtejshëm i naftës së papërpunuar nga rezerva strategjike e naftës së SBA ishte i mundur. Kontratat e ardhshme të naftës Brent ranë me 39 cent në $108.26 për fuqi, ndërsa nafta bruto amerikane ra me 87 cent në $95.27. Megjithatë, për javën, nafta referuese Brent ishte në rrugën e duhur për të rritur me gati 5%, pasi Irani goditi objektet e naftës dhe gazit në shtetet e gjirit, duke detyruar kufizimin e prodhimet. Në një deklaratë përbashkët të njëjtën, pas hezitimeve të mëparshme, Britania, Franca, Gjermania, Italia, Hollanda dhe Japonia shprehën gatishmërinë për të kontribuar në përpjekjet e duhura për të siguruar kalim të sigurt në ngushticën e Hormuzit, përmes së cilës kalon 20% e tranzitit botëror të naftës dhe LNG-s. Ndërkohë, presidenti i SBA-s Donald Trump tha se i kishte thënë kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu të mos i përsëriste sulmet ndaj infrastrukturës energjetike iraniane. Aktualisht, siguria fizike e furnizimit të Bashkimit Evropian është sigurt, megjithatë Evropa nuk është imune ndaj rritjes globale të çmimeve. Në një nxitje të furnizimit në SBA, prodhimi i naftës bruto i Dakotës së Veriut pritet të rritet këtë muaj dhe në muajt në vijim, ndërsa operatorët në shtetin e tretë më të madh prodhues të naftës do të rinisin puset jo aktive dhe kufizimet e dimrit do të lehtësohen. Departamenti i burimeve minerale i Dakotës së Veriut tha megjithatë se ritmi i aktivitetit do të varet nga sa kohë çmimet e naftës do të qëndrojnë të larta dhe se buxhetet e kompanive të mëdha të naftës janë përcaktuar tashmë. Spanja uli TVSH-n për produktet hidrokarbure në 10% nga 21% si pjesë e masave për të zbutur goditjen ekonomike nga konflikti në lindjen e mesme. Ndërkohë, qeveria do të eliminojë një taks prej 5% mbi konsumin e energjisë elektrike. Spanja uli tatimin mbi vlerën e shtuar mbi produktet hidrokarbure në 10% nga 21% si pjesë e masave për të zbutur goditjen ekonomike nga konflikti në lindjen e mesme. Madridi gjithashtu planifikon të pezullojë akcizën mbi hidrokarburet, gjë që do të çonte në një ulje të menjëhershme të çmimit të naftës dhe benzinës midis 0.3 dhe 0.4 euro për litër. Sipas raportit, qeveria do të eliminojë një taks prej 5% mbi konsumin e energjisë elektrike. Ministrat thanë më parë këtë javë se masa do të përfshin ndihmë për sektorët ekonomik më të ekspozuar ndaj krizës, por shtuan se prodhimi i lartë i energjisë së rinovueshme në vend do të thotë se ekonomia e saj ishte më pak e ekspozuar ndaj ndikimit të rritjes së çmimeve të naftës të shkaktuara nga lufta. Vendimi i qeverisë spanjolle është një ndër masat e shumta që po ndërmerren në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Një ditë më parë, qeveria italiane hoqi përkohësisht akcizën e karburantit për 20 ditë, duke bërë që 1 litër të kushtojë 25 cent më pak. Masat e tjera të parashikuara, krediat atimore për transportin rrugor dhe ajo për peshkimin, kanë një vlerë prej përkatësisht 100 milion euro dhe 10 milion euro. Pjesa më e madhe e financimit do të sigurohet nga shkurtimet për ministrit. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë publikoi disa propozime për të lehtësuar presionet e çmimeve të naftës mbi konsumatorët. Propozimet përfshin punën nga shtëpia, uljen e kufijve të shpejtësisë në autostradë me të paktën 10 km/h dhe shmangjen e udhëtimit ajror nëse ishin në dispozicion mjete të tjera transporti. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, e cila këtë muaj ra dakord për një lirim rekord të naftës nga rezervat strategjike për të përballur me efektet e luftës Shtetet e Bashkuara Izrael ndaj Iranit, publikoi disa propozime për të lehtësuar presionet e çmimeve të naftës mbi konsumatorët. Agjencia tha se propozimet e saj ishin veprime që qeveritë, bizneset dhe familjet mund të ndërmerrnin për të lehtësuar konsumatorët nga rritja e fundit e çmimeve të energjisë.
Agjencia tha se propozimet e tilla përfshinin punën nga shtëpia, uljen e kufive të shpejtësisë në autostradë me të paktën 10 km/h dhe shmangjen e udhëtimit ajror nëse ishin në dispozicion mjetet të tjera transporti. Kohët e fundit kemi hedhur në treg sasinë më të madhe ndonjëherë të rezervave të naftës në rast emergjence të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë dhe jam në kontakt të ngushtë me qeveritë kryesore në të gjithë botën, përfshirë prodhuesit dhe konsumatorët kryesorë të energjisë, si pjesë e diplomacisë sonë ndërkombëtare energjetike, tha drejtori ekzekutiv i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Fatih Birol në një deklaratë. Përveç kësaj, raporti sotëm ofron një listë masash të menjëhershme dhe konkrete që mund të merren nga qeveritë, bizneset dhe familjet për të mbrojtur konsumatorët nga ndikimet e kësaj krize, shtoi Birol. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ra dakord më 11 mars të lirojë një sasi rekord prej 400 milion fuqi naftë nga rezerva strategjike për të luftuar rritjen e çmimeve globale të naftës së papërpunuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kontribuojnë në pjesën më të madhe të furnizimit. Administrata Trump ka vijuar me shitjen e armëve me vlerë rreth 23 miliard dollar për Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajtin dhe Jordanin. Vendimi synon forcimin e aftësive ushtarake të vendeve të gjirit, ndërsa Irani në anën tjetër ka shtuar sulmet në disa vende të infrastrukturës energjetike në të gjithë rajonin. Administrata Trump ka vazhduar me shitjen e armëve me vlerë rreth 23 miliard dollar për 3 vende të gjirit, duke lëvizur për të forcuar mbrojtjen e tyre, ndërsa lufta në lindjen e mesme po përshkallëzohet pa shenja zgjidhjeje. Qeveria së fundmi ka miratuar shitjen e armëve për Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajtin dhe Jordanin. Kjo përfshinte më shumë se 16 miliard dollar për sisteme të mbrojtjes ajrore, municione dhe pajisje radari për 3 vendet e lindjes së mesme, plus 7 miliard dollar shtesë në armë për Emiratet e Bashkuara Arabe. Shitja e përkohshme e armëve që synon forcimin e aftësive ushtarake të vendeve të gjirit erdhi ndërsa Irani ka zgjeruar sulmet në disa vende të infrastrukturës energjetike në të gjithë rajonin në përgjigje të sulmeve izraelite në objektet e tij të gazit këtë javë. Ky veprim do të përmirësonte aftësinë e vendeve për të përballuar kërcënimet aktuale dhe të ardhshme dhe për të avancuar më tej në veprimin e tyre me forcat e përbashkëta të SBA-s dhe forcat e tjera rajonale, tha Departamenti i Shtetit. Administrata gjithashtu zgjeroi disa marrëveshje të rëna dakord më parë për të përfshirë shitjen e raketeve Patriot PAC-3 me vlerë rreth 5.6 miliard dollar dhe helikopterëve me vlerë afërsisht 1.32 miliard dollar. SBA-t miratuan gjithashtu 37 milion dollar në shitjen e dronave Predator dhe programeve mirëmbajtjeje për avion të lehtë. Për disa nga marrëveshjet, qeveria amerikane thirri klauzulën e emergjencës të ligjit të kontrollit të armëve në SBA, një mekanizëm që lejon dekës ekzekutive të vazhdoj pa periudhën standarde 30 ditore të shqyrtimit nga Kongresi sipas raportit. Energjia dhe tranzicioni i gjelbër është një nga shtyllat kryesore të reformave e parashikuar në dokumentin e politikave prioritare 2027-2029. 6 reformat e parashikuara përfshin harmonizimin e plot të legjislacionit me paketën energjetike të Bashkimit Evropian dhe integrimin në tregun evropian të energjisë elektrike, përfshirë krijimin e tregut brenda ditës. Energjia dhe tranzicioni i gjelbër është një nga shtyllat kryesore të reformave e parashikuar në dokumentin e politikave prioritare 2027-2029. Sipas dokumentit të publikuar në fletorin zyrtare, 6 reformat e parashikuara ndër të tjera përfshin harmonizimin e plotë të legjislacionit shqiptar me paketën energjetike të BE-s dhe integrimin në tregun evropian të energjisë elektrike, përfshirë krijimin e tregut brenda ditës. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm është tërheqja graduale e shtetit nga përcaktimi i çmimeve të energjisë, duke kaluar drejt një tregu të liberalizuar, por me masa mbrojtëse për shtresat vulnerabël. Në fokus është dhe zhvillimi i ankandeve transparente për energjinë e rinovueshme, si dhe forcimi i kuadrit ligjor për këtë sektor, përfshirë krijimin e komuniteteve të energjisë dhe sistemin e garancive të origjinës. Objektiv konkret mbetet instalimi i 600 MW kapacitete të reja të energjisë rinovueshme, duke rritur peshën e burimeve të pastra në miksin energjetik. Paralelisht, Shqipëria synon të avancojë drejt krijimit të një sistemi për tregtimin e emetimeve të karbonit në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian, si dhe të përmirësojë
eficiencën e energjisë përmes rinovimit të ndërtesave dhe skemave të detyrueshme të kursimit të energjisë. Përmbushja e këtyre reformave është e lidhur drejt për drejt me paketën financiare të Bashkimit Evropian në kuadër të antarësimit, duke e bërë këtë një mekanizëm pagesë për performancë. Në total, vendi ynë pritet të përfitojë rreth 922 milionë euro grant dhe kredi për periudhën 2024-2027 në rast të përmbushjes së reformave kyçe të parafrimit me BE-n, nga të cilat 127.8 milionë euro janë pikërisht për energjinë dhe tranzicionin e gjelbër. Investimet në energjinë e rinovueshme dhe eficiencë mund të krijojnë deri në 12.000 vende pune me kohë të plotë deri në vitin 2030, ndërkohë zgjerimi i kapaciteteve fotovoltaike pritet të shtojë edhe rreth 3.000 vende pune shtesë gjatë fazave të instalimit dhe operimit. Zbatimi i politikave për zbutjen e ndryshimeve klimatike pritet të sjellë përfitime të ndjeshme ekonomike dhe sociale, duke u fokusuar kryesisht në eficiencën e energjisë dhe zhvillimin e burimeve të rinovueshme. Sipas draftit të kontributit kombëtar të përcaktuar, i nxjerrë për konsultim publik nga Ministria e Mjedisit, një nga efektet më të drejtpërdrejta lidhet me uljen e kostove për familjet përmes investimeve në termoizolimin e ndërtesave dhe pajisje më efikase. Këto masa synojnë të reduktojnë faturat e energjisë dhe të adresojnë varfërinë energjetike, veçanërisht për shtresat me të ardhurat të ulta. Në të njëjtën kohë, rritja e investimeve në energji të pastër dhe eficiencë pritet të përkthehet në rritje të punësimit dhe të ardhurave publike, ndërsa shpenzimet për energji në buxhetin e shtetit mund të reduktohen gradualisht. Një fokus i veçantë i kushtohet krijimit të vendeve të reja të punës. Programet për rinovimin e ndërtesave dhe zhvillimin e energjisë rinovueshme pritet të gjenerojnë mira vende pune të gjelbra në sektor si ndërtimi, prodhimi dhe mirëmbajtja. Sipas skenarëve të parashikuar në dokument, investimet në energjinë e rinovueshme dhe eficiencë mund të krijojnë deri në 12.000 vende pune me kohë të plotë deri në vitin 2030. Ndërkohë, zgjerimi i kapaciteteve fotovoltaike pritet të shtojë dhe rreth 3.000 vende pune shtesë gjatë fazave të instalimit dhe operimit. Sipas dokumentit, në fazat fillestare, reformat mund të kërkojnë mbështetje fiskale nga shteti përmes subvencioneve apo skemave stimuluese, por në afat gjatë pritet që këto investime të balancohen nga rritja e të ardhurave dhe kursimet në shpenzimet publike. Sektori i bujqësisë dhe zhvillimit rural do të marrë vëmendje të veçantë në financime në vitet e ardhshme, ku pritet të financohet me një shumë prej 550 milionë euro në drejtim të fuqizimit të zinxhirit ushqimor. Bujqësia kontribuon në 15.45% të prodhimit të brendshëm bruto dhe punëson 36.7% të fuqisë punëtore në vend. Bujqësia shqiptare dhe zhvillimi rural pritet të përfitojnë rreth 400 milionë euro në periudhën 2025-2030 në prioritetin zinxhiri ushqimor i shëndetshëm dhe i qëndrueshëm, si dhe rreth 150 milionë euro për masat të tjera që lidhen me agroturizmin, edukimin dhe trajnimin, kërkimin dhe inovacionin, duke rezultuar sektori më i financuar në strategjinë kombëtare të specializimit inteligjencë 3, ku inovacioni është konsideruar një vlerë e madhe dhe e shtuar për ekonominë e vendit. Në programin e politikave prioritare 2027-2029, inovacioni në sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural zë një vend të rëndësishëm dhe kryesor në S3, me objektiv transformimin e sektorit bujqësor për të ofruar ushqim të shëndetshëm, duke u përqendruar në zhvillimin e një zinxhiri ushqimor të qëndrueshëm, të bazuar në traditë, si dhe në nxitjen e shtimit të vlerës dhe rritjes së konkurrueshmërisë në treg. Konkretisht, synohet hapja e qendrës rajonale të inovacionit, të EIT Food dhe ngritja e laboratorëve të certifikuar në nivel kombëtar, një iniciativë me impakt të rëndësishëm në këtë sektor. Objektivet të tjerë janë bujqësia e qëndrueshme dhe certifikimi, rritja e qëndrueshmërisë ekonomike të fermave për të përballur me sfidat aktuale dhe të ardhshme, përmes uljes së kostove, prodhimit të qëndrueshëm dhe certifikimit, përpunimi i ushqimit dhe produkteve me vlerë të shtuar, peshkimi dhe akwakultura e qëndrueshme, prodhimi i bimëve mjekësore dhe aromatike, vajrave dhe ekstrakteve, dhe forcimi i agroturizmit dhe zhvillimit të biznesit në zonat rurale. Në funksion të këtij vizioni mbështetet adresimi i sfidave kryesore ekonomike, mjedisore dhe sociale për të përmirësuar mundësitë për zhvillimin e bujqësisë, peshkimit dhe biznesit në zonat rurale, duke i kushtuar vëmendje të veçantë barazisë gjinore dhe tërheqjes së fermerëve dhe sipërmarrësve të rinj për të përmbushur prioritetet e politikave të sektorit dhe ambicjet e procesit të akreditimit të BE-s. Bujqësia kontribuon në 15.45% të prodhimit të brendshëm bruto dhe punëson 36.7% të fuqisë punëtore në vend. Agropërpunimi është rritur ndjeshëm gjatë 10 viteve të fundit, duke arritur në 24.4% të xhiros totale të bujqësisë.
Raporti i monitorimit të Këshillit të Investimeve për vitin 2025 evidenton progres në aktivizimin e zonave ekonomike. Ndërkohë theksohet se sfida kryesore mbetet zbatimi i rekomandimeve kyçe për përmirësimin e klimës së biznesit. Aktivizimi i zonave të lira ekonomike, ose TEDA, shihet nga Këshilli i Investimeve si një hap pozitiv drejt tërheqjes së investimeve dhe zhvillimit të sektorëve me vlerë të shtuar. Gjatë vitit 2025 janë ndërmarrë hapa konkret, si marrëveshjen për TEDA Tiranë në Kashar, krijimi Durana Tech Park dhe shpallja e zonës teknologjike në Xhavzodaj. Këto iniciativa synojnë të ndërtojnë një bazë për industritë e avancuara dhe inovacion. Por për këtej këtyre zhvillimeve, raporti nxjerr në pa një problem strukturor, i cili është zbatimi i rekomandimeve që mbetet i pjesshëm. Aktualisht 114 rekomandime të Këshillit të Investimeve janë ende të paplotësuara, duke treguar një hendek mes politikave të hartuara dhe zbatimit të tyre në praktik. Ndër rekomandimet më kritike është hartimi një strategjie gjithëpërfshirëse kundër ekonomisë informale, e cila duhet të shoqërohet me plan veprimi konkret, afate të qarta dhe koordinim me biznesin. Po ashtu, kërkohet rritje transparencës në administrimin e pasurive publike dhe në koordinimin e investimeve, si në nivel qendror ashtu edhe lokal, për të shmangur mbi vendosjet dhe për të optimizuar fondet publike. Një tjetër fokus lidhet me forcimin e bashkëpunimit mes bizneseve dhe rritjen e rolit të shoqatave të tyre, sidomos në drejtim të inovacionit dhe aksesit në financime. Raporti thekson gjithashtu nevojën për investime në kapitalin njerëzor, përmes trajnimeve dhe zhvillimit të aftësive, në funksion të teknologjisë dhe automatizimit në rritje. Në aspektin fiskal dhe administrativ, rekomandohet mbështetje për ndërmarrjet që investojnë në kërkim zhvillim, si dhe përshpejtimi digitalizimit të shërbimeve dhe shkëmbimit të informacionit mes institucioneve. Në përfundim, Këshilli i Investimeve vlerëson se pa një angazhim më të fortë institucional dhe bashkëpunim real me sektorin privat, potenciali i investimeve si TEDA rrezikon të mos shfrytëzohet plotësisht. 80% e bizneseve të kontrolluara për gjatë 2025-s rezultojnë me shkelje. Gjatë prezantimit të raportit vjetor, Ministri e Ekonomisë Delina Ibrahimaj theksoi se prioriteti i ri-inspektimit është këshillimi dhe jo gjoba. Nga ana tjetër, kryeinspektori Elio Muçaj bëri të ditur se kontrollet kanë përfshirë mbi 200.000 punonjës. Inspektorati Shtetëror i Punës ka prezantuar raportin vjetor për vitin 2025 duke zbardhur shifrat e kontrolleve në të gjithë vendin. Gjatë fjalës së saj, Ministri e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj theksoi se fokusi i ri i qeverisë është orientimi dhe këshillimi i sipërmarrjes. Inspektimi i shërben përmirësimit të punës së bizneseve. Dhe qasja që Inspektorati i Punës ka pasur që në krye të herës ka qenë një qasje rekomanduese, kjo jo vetëm një qasje rekomanduese në vullnetin e një inspektori apo inspektori tjetër, por në ligjin që rregullon inspektimin në punë, rekomandimi dhe këshillimi është instrumenti i parë që inspektoratet përdorin. Dhe është zemra e thelbi i reformës në fakt, që ne duam ta shtrim në të gjithë inspektoratet e tjera. Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës Elio Muçaj prezantoi të dhënat specifike të raportit, ku vihet re një numër i lartë shkeljesh pavarësisht monitorimit të vazhdueshëm. Nga pikpamja e treguesve kryesor të inspektimit, Inspektorati i Punës në vitin 2025 ka realizuar 9.532 inspektime, të cilët kanë mbuluar rreth mbi 200.000 vende pune. Ajo që do të thoja është që 79% e subjekteve të cilët janë inspektuar kanë rezultuar me shkelje. 27% e subjekteve të inspektuara gjatë vitit 2025 kanë qenë subjektet inspektuar për herë të parë, duke arritur atë peshën në hartën e inspektimit, duke i dhënë një fokus subjekteve të reja, ku ashtu siç u përmend edhe nga ministra, këshillimi dhe ndërgjegjësimi është një element i rëndësishëm i praktikës inspektuese. Sipas kryeinspektorit, janë rritur edhe ankesat e punëmarrësve, duke theksuar se për gjatë 2025-s janë depozituar 40% më shumë ankesa sesa një vit më parë. Kosova mbetet shpëtimtarja vetme eksporteve shqiptare në rajon me një rritje prej 16.8%, ndërkohë tregtia me fqinjët e tjerë ka pësuar rënje të fortë, ku spikat Serbia me 21% dhe Mali zi me 18.6%.
Fillimi i vitit 2026 ka sjell një panoramë komplekse për shkëmbimet tregtare të Shqipërisë me rajonin, ku vjet re një kontrast i qartë mes rritjes me Kosovën dhe të kurrjes me partnerët e tjerë. Gjatë muajve janar dhe shkurt, eksportet shqiptare drejt Kosovës kapën vlerën e rreth 6.2 miliard lekëve, duke shënuar një rritje vjetore prej 16.8%. Ky trend e pozicionon Kosovën si motorin kryesor të shitjeve tona me fqinjet, duke treguar një qëndrueshmëri që nuk po reflektohet në tregjet e tjera pranë nesh. Ndërkohë që volumi i madrave tona drejt Kosovës rritet, edhe importet prej saj kanë pësuar një rritje më të moderuar prej 9.1%, duke mbajtur balancën tregtare fuqishëm në favorin ton. Në krahun tjetër, të dhënat për 2 mujorin e parë tregojnë një ftoje të dukshme të marrëdhënieve tregtare me Serbinë, Malinezi dhe Maqedoninë e Veriut. Rënja më drastike e eksporteve vëret me Serbinë me një kurrje prej 21% krahasuar me vitin e kaluar, ndjekur nga Malizi me një rënje prej 18.6%. Edhe Maqedonia e Veriut, një partner tradicionalisht i rëndësishëm, ka shënuar një rënje prej 7.8% e eksporteve shqiptare. Kjo tendencë rëndëse në të gjithë rajonin me përjashtim të Kosovës sinjalizon sfida të reja për prodhuesit vendas, të cilat po përballen me kërkesë më të dobët ose me një konkurrencë më të fortë në këto tregje. Sa i përket rrjedhës të madrave drejt Shqipërisë, importet paraqesin situatë të larmishme, ku bie në sy rritja e fortë me Bosnjë-Hercegovinën. Ndonse në vlerë absolute mbetet një partner më i vogël se të tjerët, importet nga ky shtet u rritën me 40.1% gjatë janarit dhe shkurtit. Nga ana tjetër, Shqipëria ka blerë dukshëm më pak madra nga Malizi dhe Serbia, ku importet ranë respektivisht me 26.2% dhe 16.1%. Qeveria ka miratuar krijimin e një baze të centralizuar të dhënash për provimet e shtetit dhe provimet e tjera të digitalizuara, një sistem që synon të lehtësojë aplikimet, të shkurtojë procedurat dhe të rrisë transparencën. Sistemi i ri do të administrohet nga Qendra e Shërbimeve Arsimore. Procesi i provimeve të shtetit pritet të hyjë në një fazë të re digitalizimi, pas vendimit të qeverisë për krijimin e një baze të centralizuar shtetërore të të dhënave, që do të menaxhojë të gjithë ciklin e provimeve, nga aplikimi deri te marrja e licencës profesionale. Sistemi i ri që do të administrohet nga Qendra e Shërbimeve Arsimore synon të reduktojë procedurat manuale dhe të shmang vonesat apo gabimet që kanë shoqëruar deri më tani procesin. Për herë të parë, të gjitha të dhënat që lidhen me kandidatët, testet dhe rezultatet do të ruhen në një platformë të vetme. Kjo do të thotë se kandidatët nuk do të kenë më nevojë të dorëzojnë dokumente në disa institucione. Të dhënat personale si identiteti, statusi civil apo informacionet e studimit do të merren automatikisht nga sistemet ekzistuese shtetërore si Regjistri i Gjendjes Civile, Sistemi i Arsimit të Lartë apo portali e-Albania. Në praktik, kjo pritet të shkurtojë kohën e aplikimit, të ulë burokracitë dhe të minimizojë gabimet në verifikimin e dokumentacionit. Nga ana tjetër, sistemi i ri do të mundësojë një menaxhim më të kontrolluar të proceseve të provimeve. Fondet e pyetjeve, testet dhe përgjigjet e kandidatëve do të administrohen në mënyrë të centralizuar dhe të gjurmueshme, duke rritur transparencën dhe duke kufizuar ndërhyrjet apo abuzimet e mundshme. Një tjetër element i rëndësishëm është integrimi me institucionet e tjera, përfshirë ato që lëshojnë licencat për profesionet e rregulluara. Kjo do të thotë se rezultati i provimit dhe procesi licencimit do të lidhen drejt për drejt pa pasur nevojë për procedura shtesë nga ana e kandidatëve. Vendimi parashikon që informacioni personal të ruhet për aq kohë sa është i nevojshëm dhe të mbrohet përmes masave teknike dhe organizative për të garantuar konfidencialitetin e sistemit. Besimtarët musliman kanë kremtuar sot Fitr Bajramin. Kjo festë shënon përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, ndërsa mesazhet dhe lutjet shkuan për popujt në lindjen e mesme që po përballen me konflikte. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mijëra besimtar musliman në Shqipëri kremtuan këtë të premte Fitr Bajramin, festën që shënon përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Xhamit dhe sheshet në të gjithë vendin u mbushën me besimtar në orët e para të mëngjesit, të cilët u bashkua në faljen e Bajramit. Në kryeqytet, falja e namazit të Bajramit u krye në sheshin Skënderbej, ku shpërndan edhe mesazhe të rëndësishme dashurie dhe solidariteti. Kreu i komunitetit musliman shqiptar, Bujar Spahiu, në fjalën e mbajtur përpara besimtarve, solli në vëmendje luftrat që janë duke u zhvilluar aktualisht. Konfliktet, luftrat dhe padrejtësit vazhdojnë të marrin jetë njerëzish të pafajshëm. Ka familje që sot nuk e ndjejnë gëzimin e kësaj lutje, e kësaj dite, por dhimbjen e humbjes dhe pasigurinë e së nesërmes.
Në këtë ditë të bekuar, lutjet tona shkojnë për të gjithë ata që vuajnë, për fëmijët që rriten mes frikës dhe zhurmës së luftës, për nënat që presin me ankth një lajm për bijtë e tyre dhe për popujt që kërkojnë paqe dhe drejtësi. Pas një muaji agjërimi dhe përkushtimi shpirtëror, kjo ditë vjen si një moment gëzimi, faljeje dhe bashkimi familjar, me urimeve dhe vizitave tradicionale. Fitër Bajrami rikthe në vëmendje edhe rëndësinë e ndihmës ndaj atyre në nevojë dhe forcimin e lidhjeve njerëzore. Viti 2026 do t'jetë viti i fundjavave të gjata pasi transferimi i festave që bien të shtunë ose të diel do të dhurojë të paktën 8 hëna pushim shtesë. Muaji nëntor spikat si periudha më bujare. Sot, ndërsa besimtarët musliman festojnë Bajramin e Madh, vëmendja e të gjithëve kthehet te planifikimi i pjesës tjetër të vitit. Kalendari zyrtar i festave për vitin 2026 rezulton të jetë jashtëzakonisht bujar me punonjësit administratës dhe nxënësit në Shqipëri. Për shkak të rregullit ku festat që bien në fundjavë transferohen në ditët e para të javës, viti 2026 do të ketë një seri të gjatë urash që mundsojnë pushime 3 ditore apo 4 ditore duke filluar që nga kjo javë. Pas të festës së sotme të Bajramit e hëna e ardhshme, data 23 mars do të jetë pushim zyrtar pasi dita e Nëvruzit bie të dielën. Ky trend vijon intensivisht në muajin prill, ku të dyja pashkët, ato katolike me 5 prill dhe ortodokse me 12 prill, duke qenë gjithmonë ditë e diel, do t'i mbajnë institucionet e mbyllura edhe në datat 6 dhe 13 prill. Kjo krijon një cikël pushimes që zgjat pothuajse gjithë muajin, duke u mbyllur me 1 maj, i cili këtë vit bie ditë e premte, duke siguruar një tjetër fundjavë të gjatë për gjithë shqiptarët. Edhe pjesa e dytë e vitit rezervon surpriza të ngjashme, veçanërisht në muajt shtator dhe nëntor. Dita e shenjtërimit të Nën Terezës bie të shtunë me 5 shtator, duke zhvendosur pushimin të hënën me datë 7, por maratona e vërtet ndodh në nëntor. Dita e alfabetit me datë 22 bie të dielën, ndërsa festat e pavarësisë dhe çlirimit 28 dhe 29 nëntor qëllojnë të shtunë dhe të diel. Kjo do thotë se java e fundit e nëntorit do të mbyllet me një blok pushimesh që zgjat nga e hëna 23 nëntor deri të martën me 1 dhjetor, duke i dhënë mundësinë kujdo që të organizojë pushime të mirëfillta në prag të fundvitit. Ky kalendar i konfirmuar edhe nga Banka e Shqipërisë tregon se viti 2026 do të ketë të paktën 8 data ku pushimi i fituar nga fundjava do të konsumohet gjatë javës. Për sektorin e turizmit dhe shërbimeve, kjo është një mundësi art për të rritur qarkullimin përmes turizmit të brendshëm, ndërsa për qytetarët mbetet viti i dur për të shfrytzuar maksimalisht ditët e lira pa pasur nevojë të shpenzojnë shumë nga lejet tyre vjetore. Shqipëria shënoi rritjen më të lartë për fluturimet komerciale me 126%, duke reflektuar një zgjerim të ndjeshëm të trafikut ajror dhe një interes në rritje për destinacionin. Pastaj rënditen Islanda, Malta dhe Bosnjë-Hercegovina. Sipas të dhënave më të fundit të publikuar nga Eurostat, në shkurt të vitit 2026, niveli fluturimeve në Bashkimin Evropian mbetet ende 3.6% më i ulët krahasuar me shkurtin e vitit 2019, duke treguar se rikuperimi plot nuk është arritur ende në të gjitha vendet. Në këtë aspekt, Shqipëria spikat dukshëm, duke regjistruar rritjen më të lartë ndër të gjitha vendet e analizuara, me një rritje prej 126.2%. Ky zhvillim lidhet ngushtë me rritjen e fortë të turizmit, zgjerimin e linjave ajrore dhe shtimin e operatorëve low cost që kanë kthyer vendin në një nga destinacionet më dinamike në rajon. Pas Shqipërisë renditet Islanda, Malta, Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia, të cilat gjithashtu kanë kaluar ndjeshëm nivelet para pandemisë. Edhe Maqedonia e Veriut dhe Greqia konfirmojnë një trend pozitiv në rajonin e Ballkanit, duke reflektuar një kërkesë të lartë për udhëtime dhe turizëm. Në Europën qendrore dhe jugore, vendet si Polonia, Turqia, Spanja dhe Portugalia kanë arritur të tejkalojnë nivelet e vitit 2019 duke përfituar nga rikthimi i turizmit ndërkombëtar edhe rritja e lëvizjes së pasagjerëve. Ndërkohë vende si Italia dhe Rumania shënojnë rritje më të moderuar por gjithsesi pozitive. Në kontrast, disa nga ekonomitë më të mëdha të Europës vazhdojnë të mbeten në nivelet para pandemisë. Gjermania, Suedia dhe Slovenia regjistrojnë rënje të ndjeshme, ndërsa edhe Franca, Holanda dhe Mbretëria e Bashkuar nuk kanë arritur ende të rikuperohen plotësisht. Këto diferenca lidhen shpesh me ndryshimet në strukturën e tregut ajror, politikat mjedisore dhe kostot e operimit. Në të njëjtën kohë, vendet nordike si Finlanda dhe Norvegjia vijojnë të mbeten në nivelet më të ulta në kontinent, duke reflektuar një rikuperim më të ngadaltë të kërkesës për fluturime. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skan.tv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë.
Faleminderit që na ndoqët, miru takofshim.